Me diplomacinë dhe bisedimet, çfarë po ndodh? Së fundi ne kemi parë që në shtëpinë e bardhë ka mbritur kryeministri i Irakut për marrëveshjet për ndërtimin e Irakut, po kështu i Yemenit mos gaboj, por dhe lider tjerë të lindjes mesme. Shohim një Amerikë që është shumë e fokusuar në këtë diplomacinë në lindjen e mesme, por ka ngecur me Iranin. A ka premisa për rinisjen e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit? Ditët e fundit nuk ka sinjale shumë të qarta, megjithatë sa i takon angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, angazhim tjetër i tij është edhe ajo në konfliktin mes Izraelit dhe Libanit. Joseph Aoun, kreu i shtetit të Libanit, ka qenë dje në zyrën ovale me presidentin amerikan në një vizitë zyrtare, në kulmin e përpjekjeve për të shuar një tjetër episod lufte, një tjetër zgjatim të luftës dhe të konfliktit në lindjen e mesme. Dim që në memorandumin e mirëkuptimit, konflikti në Liban është i përfshirë. Pra, armëpushimi përfshin të gjitha frontet dhe Irani pretendon që edhe Izraeli të tërhiqet nga territori libanez. Izraeli ndërkohë pretendon çarmatosjen e Hezbollahut. Dhe dje kemi dëgjuar nga presidenti libanez Aoun të ketë thënë se tërheqja jonë, edhe pse jemi duke punuar për çarmatosjen e Hezbollahut, kjo mund të vi vetëm me tërheqjen e trupave izraelite nga jugu i territorit libanez, ku ata vetëm mëngjesin e sotëm raportohet se kanë sulmuar dhe kanë kryer një tjetër episod luftarak. Mbetet kuptohet më shumë me detaje në lidhje me këtë episod, por gjithsesi situata është delikate. Ka në të njëjtën kohë grimca që shtojnë më shumë tensionet, po ndërkohë her pas here kemi parë që edhe nga negociatorët dhe ndërmjetësuesit të ketë përpjekje për të rinisur bisedimet. Më konkrete si propozim është ai 2 ditëve të fundit nga Pakistani, ndërmjetësuesi i firmosjes së memorandumit mirëkuptimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, që raportohet të ketë prezantuar një propozim për një armëpushim 10 ditor, pra të ndërpriten këto episode sulmesh të ndërsjellta që po shohim për 11 ditë radhazi mes Iranit dhe Washingtonit, dhe palët të rikthehen në tryezën e diskutimeve. Gjithsesi, gjatë ditës së djeshme Irani vetë nëpërmjet Ministrisë së Jashtme ka thënë se në prapasken, pra komunikimet tona nuk janë të ndaluara, nuk janë pezulluar, por po shohim që janë shumë të mëdha vështirësitë për të ndërtuar një raund të ri bisedimesh direkte mes palëve, gjë që nuk ndodh prej javësh tashmë që prej diskutimeve që pam në Zvicër. Mirë, faleminderit Arlind për gjitha këto informacione në mënyrë të zgjeruar që na përsolle për ditën e sotme.